Tjetër terren sportiv i keq përdorur nga komuna e Çajirit përfshi edhe parkun e banesave për rreth tij, në lagjen fuq Shtopan të Çajirit. 1/3 e hapësirës publike mes rrugëve Metodia Mitevski dhe Blagoje Oparović rezulton në pronësi të Mehmet Imishtit nga Vizbegu i Shkupit, i cili ditë më parë ka vendosur rrethoja në atë hapësirë dhe u ka sugjeruar fëmijëve të largohen, pasi në këtë vend do të ngrihet një ndërtesë banimi. Qytetarët, të revoltuar nga vendosja e rrethojave, kërkojnë llogari nga komuna e Çajirit lidhur me lejen e ndërtimit për këtë ndërtesë të re, pikërisht në hapësira që duhet të jenë për shfrytëzim publik. Qytetarët kërcënojnë me masa radikale deri në ndalimin e këtij plani. Edhe që ta dojnë më najzatu një ndërtesë, unë e qka pedi se qështu i kanë ndërtu ndërtesë, njëherë i kanë rrethëku, e kanë po që banorët nuk reagojnë, edhe tani ja fillojnë ndërtesës, tani aty i fitojnë ato biznesmen, ata do për shembull shka këshyrin më ju dhonë lej, i marrin ka 100-200.000 euro në xhep i shtin, edhe pasonohen në shpinë këtij popullit. Shpinë popullit, se këtë vend se ka po kërkosh ati. Në qofë se ka marrë, e ka privatizu, ai do të mas pari mi lejmru banorët. Që banojmë na, unë e qëto e kam banesën. Edhe, plus, unë e spedi Ministria e Finansës, qështja pa dhon leja. Komuna e Çajirit do të me reagu këtu, që na edhe kena përkraj zetin dërtash. Piso dhe tutje, s'ka përkraj kërkush këto përveç banorëve tonë, shkejna në këtë lagje, mapi komunës, në qofë se s'na përkraj në këtë mënyrë këto, që mos mu zurpu kjo vend, atër kanë me pas pëngesa për neve. Unë pres për institucioneve që t'i marrin të gjitha masat dhe të fillojnë të veprojnë në interes të banorëve dhe qytetarëve të kësaj komune dhe këtij vendi. Interesi i qytetarëve dhe i banorëve është janë rahat. Dhe mos zgjohen në mëngjes për të pasë si dikujt ju ka kujtu dhe vetelat cilat ato mendojnë se janë për futboll, ato pas kanë qenë për realizimin e biznes interesave veta personale. Sidoqoftë, të gjithë ne banorët e Çajirit duhet të mlidhemi bashkë dhe të luftojmë për këtë vend, edhe të themi stop, se kjo është pronë e jona, jo e tyne, e përsëris e jona e qytetarëve, jo e tyne, edhe të marrim vendim që njëherë për gjithmonë këtë plek i cili o kanë ndodhur neve në për Çajir t'i japim fund. Kyna me marë masa radikale. Nga komuna e Çajirit mohojnë se në vendin e rrethuar do të ngrihet ndërtesë për banim, duke mos dhënë sqarime rreth lejes apo personit që ka vendosur rrethojat. Përmes një SMS porosie, njeriu i autorizuar për informata me karakter publik nga komuna e Çajirit na tha shkurt: komuna e Çajirit nuk ka informacion për një veprim të tillë. Personi i ka vendosur rrethojat me vetë iniciativë. Megjithatë, mbetet e paqartë se çfarë është parashikuar të ndërtohet në parcelën numër 2135 fraksion 2. A ka apo jo leje ndërtimi dhe kush është investitori? Ekipi nuk gjeti ndonjë njoftim publik në atë vend që të paralajmëronte fillimin e punimeve atje. Gjithashtu mbetet e paqartë se si është dhënë ky truall personit Mehmet Imishti. A ka dhënë ose jo polqim për këtë Ministria e Financave? Për alsatmë, i pakapshëm ishte zëvendës Ministri i Financave Ardian Xheladini. Nga kabineti i tij na njoftuan se nuk është mirë me shëndet. Ligji për kthim kompenzimin e tokave garanton kthimin e tokës personit fizik, vetëm nëse ajo nuk është në përdonim. Në rast se trualli bie në ndonjë rrugë, institucion ose hapësirë publike, atëherë ligji i garanton personin në fjalë kambial. Ky është rasti i dytë i keq përdorimit të terreneve sportive në Çajir, pas atij të tenisit, i denoncuar ditë më parë nga Alsatmë.